Kundër gjithë parashikimeve, lufta po zgjat më shumë se sa 1 apo se 2 javë që kishte premtuar presidenti Donald Trump. Irani jo vetëm që nuk e ka në mendje të dorëzohet, po përkundrazi premton një luftë bjerrëse, një nga ato luftrat që i kanë frikë superfuqit, që janë një kombinim i luftrave asimetrike me luftën guerrile nëse këmba e ushtarit shkel në terren. Çfarë mendojnë amerikanët, çfarë mendon bota muslimane? A ka një përçarje në botën muslimane? Unë sot kam të ftuar këtu një personazh i cili jeton në mes të kësaj bote, sepse dim që bota muslimane fillon nga ujgurët e Kinës, Indonezi, Malezi, e shtrihet deri në Algjeri, duke marrë në rrafshin e paraleleve, pastaj në rrafshin vertikal të botës është akoma më e gjerë. Kam këtu të ftuar zotin Olsi Yazagji. Olsi, mirëmbrëma. Merhaba, faleminderit për ftesën. Okej, atëherë, doja t'ju pyesja, juve momentalisht jeni në Malajzi, a përjetohet në Malajzi kjo luftë? Bota muslimane, malajzianët janë një popullsi muslimane, por le të themi e sufi, pra tolerant. Megjithatë, në botën muslimane ka ngjallur një problematik. Si përjetohet në Malajzi, në Indonezi, në këtë pellg? Në Azinë Juglindore, që është pak a shumë fundi i tokës, apo i këtij kontinentit Euro-Azis, muslimanët e ndjekin me ankth luftën kundër Iranit, dhe këtu ndjenjat pro-iraniane janë shumë të forta, edhe pse malajzianët janë musliman sunit, shafi, sërish ndjenja e pan-islamizmit është shumë e fuqishme. Në Kuala Lumpur, në Jakarta, ka patur protesta kundër agresionit amerikan dhe izraelit. Dhe duhet të kuptojmë diçka që lufta që po bëhet në këto momente kundër Iranit, këtu shihet si vazhdim i luftës që 2 vjeçare që Izraeli bëri kundër Gazës, apo e ashtu quajtur gjenocidi kundër Gazës. Dhe muslimanët këtu, domethënë në këtë pjesë të botës, janë më pak të radikalizuar me ndatësi sektare, sesa janë për shembull në Arabinë Saudite, apo në Bahrein, apo në Kuwait. Dhe këtu ata e shohin konfliktin apo agresionin më të fundit amerikan o izraelit kundër Iranit si një agresion kundër Islamit dhe çështjes së tyre për çlirimin e Palestinës. Do doja të dija nëse keni informacion lidhur me qëndrimin e sultanateve, emirateve të Gjirit, sepse ka një lloj ambiguiteti në qëndrimin e tyre. Kërkuan ombrellën amerikane dhe panë që kjo ombrellë nuk i mbronte dot nga raketat e Iranit. Ndërkohë, betejë është një betejë midis Shtetit Bashkuar e Izraelit dhe Iranit, pra ka një lloj ambiguiteti i gjithë ky qëndrim. Dhe doja të dija, vetë bota muslimane e këtyre vendeve të Gjirit me të cilat juve keni edhe lidhjet e tuaja profesionale, si është si situatë, sepse patëm edhe një ofendim që vetë presidenti Trump i bëri princit regjent të Arabisë Saudite. Po, ofendimi ku Trumpi ka një gjë të mirë, domethënë Trumpi edhe pse është vratës dhe është imperialist, ndryshe nga presidentët e tjerë amerikanë, ka një gjë të mirë që atë që e mendon ai e thot. Tani të dalim tek këto vendet e Gjirit persik, që prej pushtimit të tyre nga britanikët në 1916-18, Britania i theu këto emiratet në koloni të saj. Arsye pse britanikët do të kolonizonin fjala bie Katarin,
atë që njihet sot si Emiratet Arabe, vilajetin e Basrës, dhe do ndërtonin aleancën e tyre me Arabinë Saudite, të cilën nisën që ta krijojnë në 1924 për t'i dhënë fund ndjenjës rikrijimit të kalifatit sunit. Këto emirate të gatishullit arabik u krijuan si protektorate të anglezëve. Tani pas luftës së dytë botërore dhe me rënien e fuqisë britanike, fuqia koloniale britanike do të zëvendësohet nga amerikanët dhe amerikanët do t'i marrin këto vende në patronazhimin e tyre dhe gjatë luftës së ftohtë amerikanët do kishin 3 pika kyçe në lidhje me politikën e tyre të lindjes mesme. E para do të ishte kontrolli i naftës, që ata nuk donin në asnjë mënyrë që nafta të binte në dorë të grupeve revolucionare islamike apo komunistëve. 2, amerikanët donin që të siguroheshin që komunizmi në asnjë mënyrë nuk do të arrinte që të merrte këto vende dhe këto vende të kishin fatin e Irakut apo Sirisë, të cilët u kthyen në Republika Baptiste Socialiste. Dhe e treta ishte që amerikanët me prezentën e tyre pas luftës së dytë botërore në vendet e gjirit kanë patur si politikë gjithmonë mbijetesën apo më saktë edhe triumfin e Izraelit mbi arabët. Dhe në të gjitha luftrat arabo-izraelite të 46-ës, të 48-ës, të 56-ës, të 67-ës dhe të 73-shit, fillimisht ishin anglo-francezët dhe më pas nga 67-a e mbrapa do të jenë amerikanët, të cilët do të armatosin Izraelin deri në vend. Dhe këto vendet e gjirit, të cilat do të mbahen si diktatura absolute, do të ushqehen, domethënë amerikanët do t'i tregojnë atyre që ata nuk kanë opsion tjetër por që të jenë koloni të Amerikës. Dhe me marrëveshjen e petrodollarit, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do bëjnë me mbretin Fahd të Arabisë Saudite, pasi vrasin mbretin Faisal në 1973-shin, marrëveshja e petrodollarit është në 1974, amerikanët do t'i imponojnë këtyre emirateve të gjirit persik që naftën që ato e shesin, t'ua shesin amerikanët dhe nafta të shitet me dollar. Në këtë mënyrë, SBA-ja do kthehet në një, sigur Mao Zedongi do ta quante, në një tigër prej letre, po në këtë rast letra është dollari amerikan, i cili do të bazohet në shitjen e naftës. Revolucioni Islamik i Iranit, në vitin 1979, në një moment kur amerikanët do t'i imponojnë Egjiptit që të tërhiqet nga lufta për shlirimin e Palestinës, me marrëveshjen e Camp Davidit, do t'i sjelli amerikanëve dhe izraelitëve një problem të ri, nga që Irani, i cili deri në këtë kohë ishte kishte një regjim diktatorial edhe kukull që i shërbente Amerikës dhe Izraelit, do të merrej në pushtetin e islamistëve. Me marrjen e pushtetit nga islamistët në Iran, këto vendet e gjirit do të trëmben në mënyrë masive vetë, por edhe nga amerikanët. Dhe nga 1979 dhe mbrapa, vendet e gjirit do ta shohin Iranin si shtet shumë të rrezikshëm, do ta sulmojnë Iranin teologjikisht, do thonë këta nuk janë musliman, janë shit, do ta sulmojnë politikisht, sepse këto diktaturat e gjirit iranianët revolucionarë, të cilët themeluan një republikë demokratike, do t'i shohin po aq me tmerr sa mund t'i shpëte për shembull edhe Zogu në kohën e tij komunistët në Shqipëri. Sepse këta revolucionarët iranianë, duke përmbysur shahun, i treguan muslimanëve të tjerë që ne mund të ndërtojmë republikat tona, republika islamike, demokratike, dhe pasuritë tona të mos vidhen nga amerikanët. Dhe nga 1979 deri në këtë moment që ne flasim,
armiku më i madh i vendeve të gjirit nuk është Izraeli, edhe pse populatat janë kundër Izraelit dhe janë me Palestinën, por për elitat sunduese, armiku më i madh është Irani, sepse Irani përbën problem ideologjik për ato, dhe ky problem ideologjik është përkthyer në konflikt teologjik, ku këto emiratet e gjirit persik i tregojnë iranianët si qafir, si armiq të Islamit dhe si jo musliman, gjë e cila do ketë impaktin e saj edhe në Ballkan. Këtu për shembull kujtojmë xihadizimin e shqiptarëve musliman nga viti 2011 deri në 2014, ku propaganda saudite radikalizoi me mijëra besimtar në Ballkan, të cilët u hodhën dhe u quan si kamikaz në Siri për të bërë xhihad dhe vrarë shiitët. Në këto momente që ka nisur lufta ndërmjet Izraelit dhe Iranit, ne kemi parë edhe një aleancë të zotit Erdogan, të paktën në fjalimet e tija, i cili tha që s'ka rëndësia jemi shit apo sunnit, ka thënë ky është një sulm ndaj një popullsie muslimane. Po, këto vendet e mëdha muslimane, Turqia për shembull, por mund të themi në një farë mënyre pak a shumë edhe Egjipti, të dalim në vende të tjera sigur Pakistani, Malajzia, Indonezia etj. E shohin luftën kundër Iranit si luftë kundër muslimanëve. Por kemi tjetër trajtim në vendet e gjirit, sepse vendet e gjirit, nga që janë diktatura absolute, e shohin Iranin si një rrezik, ashtu sikur shikonin monarkitë e Evropës, Napoleon Bonaparte në kohën e tij si rrezik. Sepse domethënë ideologjia revolucionare iraniane është pak a shumë sikur bonapartizmi në Evropë në shekullin e 19, kur Bonaparte ishte masonerin evropiane që të përmbyste mbretëritë dhe ti zëvendësonte ato me republika. Dhe në këto momente, konflikti ndërmjet Iranit dhe këtyre vendeve arabe të gjirit është edhe shumë herë më i egër, nga data 28 shkurt, kur Izraeli nisi luftën duke vrarë liderin suprem të Iranit, Imam Ali Khamenei, Garda revolucionare iraniane, e cila në këto momente kontrollon pushtetin e Iranit, në reprezalje dhe kundër përgjigjen e saj kundër amerikanëve, është duke goditur bazat amerikane, por edhe bizneset amerikane, në të gjitha vendet e gjirit, përveç sulmeve që po bën kundër Izraelit. Okej, Olsi, diçka doja të pyesnja duke u ndalur akoma te këto vendet e gjirit. Rrezikohet pakti abrahamik që ishte një projekt për t'u lidhur midis Izraelit dhe këtyre vendeve? Po, dhe duhet të kuptojmë diçka që sulmi i 7 tetorit të vitit 2023 nga Hamasi kundër Izraelit, i cili nisi këtë zinxhir luftrash, se lufta që po bëhet tani në Iran është vazhdimi i asaj që nisi Hamasi në datën 7 tetor 2023, ishte goditje kundër pakteve abrahamike. Çfarë ishin paktet abrahamike? Ishte, domethënë, si më thon, shkelmimi që Trumpi dhe Izraeli i bëri unitetit të arabëve, sepse arabët që prej vitit 1948 kur u krijua Izraeli, deri me ardhjen e Trumpit refuzonin që të kishin marrëdhënie me Izraelin. Thonin që ne nuk do ta njohim Izraelin për sa kohë që Izraeli nuk njeh Palestinën. Ama kur vjen Trumpi në pushtet në 2017, ai bën dy gjëra. Trumpi është njeriu i lobit Izraelit. E para, ai gris marrëveshjen nukleare iraniane, që kishte nënshkruar president Obama, apo sigur e quhen Trumpi, sigur e quajti edhe dje Barack Hussein Obama, e quhen me urrejtje, thotë ishte ky djali Hussein që na e bëri neve këtë gjë. Dhe të lutem mos e luaj sepse e ke shumë mirë dritën. Okej. Domethënë e para ai largohet nga faktet Abraham, domethënë
nga pakti nuklear me Iranin dhe e dyta nis këto paktet abrahamike. Dhe lufta që nis Hamasi në 2023-shin, por edhe goditjet që po bën në këto momente Irani janë goditje ndaj pakteve abrahamike. Se çfarë janë paktet abrahamike? Ato janë kapitullimi i arabëve përballë Izraelit. Dhe po të shikosh vendet që Irani po djeg në këto ditë, që po godet më shumë pas Izraelit, janë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. Sepse këto janë dy vendet të cilat nënshkruan fare të faktet abrahamike. Ndërsa Arabia Saudite dhe Katari kanë marrëdhënie po sekrete me Izraelin, këto dy vende kanë refuzuar që ti nënshkruajnë dhe të normalizojnë marrëdhënien me Izraelin, biles edhe ajo që përmendet ti, domethënë ai citati i Donald Trumpit kur thoshte që tani ka ardhur momenti që Muhammed bin Salmani duhet vijë dhe të mlopti fund shpinën, kishte domethënë fjalimi i Trumpit ishte lidhje pikërisht me këtë gjë, domethënë se thoshte tani ka ardhur momenti që Muhammed bin Salmani dhe Arabia Saudite nuk ka nga e luan bishtin, po do vinë dhe do më lëpin mua dhe do vendosin marrëdhënie të hapura me Izraelin. Sepse qëllimi i amerikanëve, apo po të shohësh luftrat që Izraeli ka bërë, që kur është krijuar nga 1948 deri në këtë moment, ka qenë mundja e arabëve. Dhe fitoren e parë që Izraeli arriti me arabët është në vitin 1979, pas luftës së Yom Kippurit, kur Egjipti do të bëhet vendi i parë arab që do të vendosi marrëdhënie me Izraelin, dhe për këtë arsye edhe presidenti egjiptian Anwar Sadati do të vritet nga Khalid Istanbuli. Por ndërsa Egjipti do të jetë vendi i parë që do të rrethojë, dhe më pas Egjipti do të ndiqet nga Jordania, këto vendet e gjirit, nga që janë shumë të dobta, nuk kanë ushtri, këto janë oaze në shkretëtir dhe këto jetojnë fal teknologjisë amerikane, fal shitjes së naftës nga Amerika e tjerë, këto do të vendosin marrëdhënie me Izraelin, por marrëdhëniet e tyre do të jenë të fshehta. Vendet e fundit arabe që nuk pranonin të bënin paqe me Izraelin, me rënien e Bashkimit Sovjetik u zhdukën. U zhduk Iraku, me Saddam Husseini, me dy luftrat e gjirit, lufta e parë dhe lufta e dytë, 1991 dhe 2003, u zhduk Libia e Muammar Gaddafit në 2011, dhe vendi i fundit që u zhduk ishte Siria e Bashar al-Assadit, ku Bashari do të rrëzohet nga Al-Qaida në bashkëpunim me CIA në dhjetor të 2024-s. Dhe me rrëzimin e Siris, që ishte vendi i fundit arab nacionalist që nuk pranonte të bënte paqe me Izraelin, këto Emiratet Arabe tani e kanë kuptuar që ajo epoka e nacionalizmit arab ka përfunduar, nga që të gjithë udhëheqësit nacionalist arab, që nga Muammar al-Gaddafi, nga Saddam Husseini, nga Abdullah Salehi janë ose të vdekur ose në arrest shtëpie, sikur është Bashar al-Assadi në Moskë. Dhe në këto momente armiku i fundit, domethënë shtetëror që ngel përballë Izraelit dhe zionizmi është Irani. Dhe në këto momente këto Emiratet e Gjirit Persik, ndërsa janë me Amerikën dhe Izraelin dhe i kanë paguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me triliona dollar në gjithë këto vite që këta t'i mbronin. Në këto momente që ka nisur lufta, këta po shohin që amerikanët nuk po arrin dot që t'i mbrojnë, sikur këto Emiratet e vendeve arabe kishin shpresuar. Dhe në këto momente këto vendet e Gjirit Persik janë në një agoni dhe mak të madh, nga që sikur po shikohet se si po shkon lufta ndërmjet Iranit dhe SBA-s, në këto momente Irani, edhe pse po shkatërrohet në mënyrë masive nga amerikanët,
Irani ka mbyllur ngorshticën e Hormuzit dhe po i godet kryeqytetet e këtyre emirateve arabe, u ka bllokuar shitjen e naftës dhe këto emirate janë në dilem për ekzistencën e tyre. Përpara 6 ditësh, kur amerikanët kërcënuan iranianët me pushtim ushtarak, ku kërcënuan që do të merrnin ishullin e Kargilit, iranianët ju përgjigjen duke deklaruar, duke futur Huthit apo Yemenin e Veriut në luftë dhe duke deklaruar që në rast të një pushtimi të ishullit ton të Kargilit, ku Irani transporton 90% të naftës së tij, ne do të pushtojmë Arabinë Saudite me trupat nga Jemeni, do të pushtojmë Kuvajtin me irakenët nga Iraku. Dhe do të dim diçka që këto vendet e Gjirit Persik, që nga Arabia Saudite, që është më i fuqishmi prej tyre, e deri te Kuvajti, Emiratet Arabe etj. Këto janë vende që nuk kanë ndonjë ushtri. Sauditët kanë ushtri, por ushtria e tyre mbahet me mercenar pakistanez, britanik dhe amerikan. Dhe këto vende janë shumë të dota, shumë fragjile. Më fal, nuk shërbejnë sauditët në ushtri? Kanë ushtri, domethënë jo me conscription, si i thonë në shqip, domethënë, e kanë kështu me pagesë, por pilotët e aviacionit Arabi Saudite shumica janë pakistanez. Por edhe ata që luftojnë në ushtrinë e Arabi Saudite, për personat që kanë ndjekur luftën ndërmjet Yemenit dhe Arabi Saudite nga viti 2015 deri në 2019, më duket, ushtarët saudit nuk luftonin dot, se domethënë për ata që njohin Arabinë Saudite dhe sauditët, këta janë persona që janë rritur gjithë kohën në kondicioner, që hajnë McDonald's, pinë Coca-Cola dhe shikojnë MTV. Dhe kur Arabia Saudite dërgoi tanket e saj për të pushtuar Yemenin, jemenasit me shapka, për që janë njerëz të egër dhe beduin, arritën që merrnin tanket dhe makinerit arabo-saudite dhe sauditët u detyruan që të tërhiqen. Se duhet të kuptojmë diçka, është edhe puna e klimës. Domethënë Arabia Saudite është shkretëtir. Klima aty është, sidomos kur vjen vera, domethënë në kohët paramoderne, njerëzit rrinin nëpër shpella dhe nëpër oaze. Ndërsa në ditët e sotme rrin në ambiente me ajër të kondicionuar, me ujë të desalinuar që merret nga deti etj. Domethënë këto popullata janë aq popullata të përkëdhelura, saqë nuk janë të gatshme për luftë. Po ndryshe është me iranianët, ndryshe është me jemenasit, ndryshe është me irakenët. Dhe këto vende, po. Domethënë kemi një tronditje të paktit abrahamik. Është vështirë se popullsia e këtyre vendeve do ta pranojë mbas këtij sulmit. Një paqe me Iranin. Një paqe me Izraelin. Dëgjoj, nëse ke ndjekur këto deklaratat e Donald Trumpit në lidhje me Muhammed bin Salmanin dhe Arabinë Saudite, është që pas nënshkrimit të pakteve abrahamike nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, Izraeli, por edhe Amerika i bënte shumë presion Arabi Saudite, nga që Arabia Saudite është elefanti i beduinëve arab, apo i atyre që njihen si beduinate. Arabia Saudite është vendi më i pasur dhe të gjitha këto vendet e tjera beduine të Gjirit, sikur Kuvajti, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, ndjekin diktatin e sauditëve. Por Muhammed bin Salmani në mënyrë të vazhdueshme i refuzonte kërkesat e Trumpit për të vendosur marrëdhënie të hapura diplomatike me Izraelin, nga që këta sundimtarët arab, edhe pse janë diktatorë absolut, i kanë prap frikë popujt e tyre, nga që popujt arab, por edhe këta beduinët e Gjirit Persik janë të gjithë me Palestinën. Kur ata e shohin se si Amerika me Izraelin i vret palestinezët e tjerë, ata rebelohen e revoltohen e tjerë. Dhe duke qenë që Arabia Saudite është një diktaturë absolute,
Muhammed bin Selmani, që është personi që e sundon Arabinë Saudite sot, kishte frikë se mund ndodhin revolta apo edhe mund ta vrasin, nëse i bënte diçka të tillë. Por tani në këto momente kemi në njërin anë Izraelin, por edhe Donald Trumpin, i cili shpreson se ky sulmi iranian kundër beduinateve të Gjirit Persik do t'i detyrojë arabët që të nënshkruajnë të gjithë marrëveshjet abrahamike. Prandaj edhe Donald Trump i tha, ka ardhur momenti që Mohammed bin Selmani duhet më lëpi mua, se s'ka nga ta luaj më. Po kemi Benjamin Netanyahu, i cili në këto ditë në mënyrë të hapur po kërkon të rigjallëroj marrëveshjen e Sykes-Picot. Marrëveshja e Sykes-Picot është një marrëveshje ndërmjet britanikëve dhe francezëve në 1916, kur ata luftonin kundër gjyshërve tan Osman, dhe projekti në atë kohë ishte që britanikët do të kishin kolonitë të tyre. Kolonitë të tyre do fillonin që nga Gjiri Persik, aty ku janë sot Emiratet Arabe, Katari, zona detare e Arabisë Saudite, Kuvajti dhe vilajeti i Basrës, dhe britanikët kishin ndërtuar një projekt që do kishin një rrugë toksore që nga vilajeti i Basrës, që është Iraku i jugut sot. Kjo rrugë toksore do kalonte për në Jordani dhe do dilte në portin e Haifës dhe të Akres, në atë që njohim sot si Liban dhe Izrael. Dhe në këto ditët e fundit, kur Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, Benjamin Netanyahu do të ringjalli këtë projektin e vjetër britanik, ku po i thot sauditëve tani që Irani nuk po u lejon më që të shisni naftë, duhet të ndërtojmë klubacione që të fillojnë që nga Arabia Saudite dhe të përfundojnë në portin e Haifës për të shitur naftën dhe gazin e arabëve. Pra, po kemi Trumpin dhe Netanyahu në njërin anë që po i shtyn këto Emiratet e Gjirit Persik që të përqafojnë totalisht Izraelin. Biles pardje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bëri një deklaratë për mediat dhe tha, jemi duke punuar që të rindërtojmë apo të zgjerojmë marrëdhëniet diplomatike me vendet arabe, po marrëveshja është akoma sekrete, deklaroi Netanyahu dhe tha, nuk i nxjerr dot të gjitha detajet, po bëjmë aleancë me arabët kundër Iranit. Por në anën tjetër, sikur e përmend edhe ti, popullata e vendeve arabe vjen dhe nuk do që të vendoset një marrëdhënie e tillë që do mbështesi Izraelin, dhe kjo është arsyeja pse familja saudite në këto momente nuk bën dot atë që bën familja e Muhammed bin Zeid bin Nahyanit e Emirateve Arabe, i cili i ka kthyer Emiratet Arabe në një Izrael të dytë. Okej, Olsi, ndërkohë në Iran, cila është situata? I është këputur koka gjithë elitës drejtuese iraniane, sidomos atyre që quhet udhëheqësit fetar të Iranit. Mirë po, çuditërisht Irani po reziston dhe thuhet që ka bisedime paqe që po zhvillohen në Pakistan, por iranianët e mohojnë. Ndërkohë, gjendja e popullatës si është? Është një popullatë e cila e përkrah luftën apo është gati të çohet në protesta kundër drejtuesve të shtetit iranian? Tani, në datën 28 shkurt, me vrasjen e Imam Ali Khameneit, që ishte një burr plak 86 vjeç, për mendimin tim, Izraeli thjesht nxori gjindin nga shishja. Nga që deri në datën 28 shkurt, Irani ishte vend i moderuar, Irani nuk godiste fqinjet e tij, Irani duronte sanksionet që i vinte Amerika dhe Perëndimi, e akuzonin for shtet terrorist, nuk e linin të shiste naftë, etj.
Me vrasjen e Khameneit, gjërat kanë dalë jashtë kontrollit. Irani në këto momente nuk e kanë më ata plesht, që janë 80 edhe 90 vjeçar, por e para udhëheqësi i ri suprem apo imami i ri është Moshtaba Khamenei, që është 56 vjeç, të cilit i vran babën, nënën, gruan edhe vajzën, dhe ai do që të marrë hak. E dyta, vendin në këto momente po drejton garda revolucionare me kreun e gardës, që është Ahmed Vahidi, është një nga revolucionarët e kohës së Khomeinit, i cili kërkohet nga Interpoli si terrorist, nga që akuzohet për sulmin kundër qendrës kulturore që fute në Argjentinë në 1984. Pra, Irani në këto momente e kanë marrë kamikazët. Dhe nëse Trumpi dhe Netanyahu shpresonin se duke vrarë Khamenein flak dhe duke vrarë krerët e gardës revolucionare, ata do krijonin një Iran të moderuar, faktet tregojnë që ata kanë krijuar një Iran të çmendur. Ky Iran i çmendur po godet Amerikanët, ka bllokuar ekonominë botërore, do të çojë brenda pak javësh në një kolaps bankat amerikane, sikur po çon stoqet ndërkombëtare që të bien, po rrezikon ekzistencën e këtyre Emirateve Arabe që britanikët krijuan pas luftës së parë botërore, dhe për mua, domethënë, Irani është kthyer në një vend shumë i rrezikshëm për amerikanët, për aleancën perëndimore dhe në veçanti për Izraelin. Tani strategjia që amerikanët dhe izraelitët po përdorin me Iranin është ajo që njihet doktrina Dahie. Doktrina Dahie është doktrinë që izraelitët fillimisht e implementuan në Liban në vitin 2006 kundër Hizbullahit, ku izraelitët kur nuk e mundin dot kundërshtarin e tyre, fillojnë bëjnë krime terroriste dhe zhdukin lagje të tëra, vrapun civile etj. Dhe kjo doktrinë po implementohet në këto momente në Iran, sikur edhe deklaroi dje presidenti Donald Trump që tha iranianët ose do bëjnë marrëveshje me mua ose unë do t'i kthej në epokën e gurit, dhe amerikanët atë po bëjnë. Sot për shembull kanë bombarduar ura që lidhin qytetet e Iranit, kanë shkatruar rreth 100.000 banesa në gjithë vendin, kanë vrarë mbi 2.000 ta civil. Sot kishin bombarduar edhe institutin e higjienës dhe të vaksinimit popullatës, kanë bombarduar dhe shkatruar mbi 200 shkolla, universitete, po bombardojnë gjithandej dhe po bëjnë terror. Domethënë Teherani po trajtohet nga amerikanët në këto momente sikur Dresdeni gjatë luftës së dytë botërore apo sikur Fallujah në vitin 2003-2004 nga amerikanët. Pra amerikanët po përdorin, me izraelitët po përdorin strategjinë e terrorizimit masiv të popullatës. Megjithatë, Irani po reziston. Garda revolucionare dhe udhëheqësia e Iranit, se është e vërtetë ata bran Khamenein, po në Iran ka me qindra hoxhallar të tjerë që mund të zëvendësonin dhe zëvendësuan Khamenein, dhe Irani po reziston. Duhet kemi parasysh që Irani është një vend shumë i madh, është sa e gjithë Evropa perëndimore, domethënë si me filluar nga Portugalia dhe të përfundosh në Hamburg, dhe ndërsa qytetet e mëdha, sigur kryeqyteti Teherani po shkatërrohen, e duhet të dim diçka që popullatat më anti-islamike të Iranit janë popullatat e Teheranit dhe Isfahanit. Domethënë çfarë po vrasin amerikanët në këto momente, po vrasin ata që ata i konsideronin si aleatët e tyre. Ishin ata që në vitin 2022 protestonin kundër ajatollahëve, që gratë hiqnin shamit, prisnin flokët e tjerë, domethënë janë këto femra që protestonin kundër islamit që në këto momente po i vret Amerika me Izraelin. Po përndryshe Irani ka domethënë ka avantazhin gjeografik që është shumë i madh, për shembull në qytete të tëra, sidomos këto që janë në kufi me Pakistanin, me Azerbajxhanin e tjerë,
as nuk dihet që ka luftë. Lufta domethënë po bëhet në qendrat e mëdha industriale të vendit. Dhe në anën tjetër, Garda Revolucionare Iraniane po godet për ditë si regjimet arabe që strehojnë bazat amerikane, si ushtarët amerikanë kudo që ata i gjejnë dhe gjithashtu edhe Izraeli po kthehet në një Gaza të dytë dhe sikur raportojnë edhe mediat izraelite, izraelitëve në këto momente u kanë mbaruar interceptorët e sistemeve antiraket dhe goditjet iraniane po janë gjithmonë edhe më të suksesshme. Okej, do me thënë, ti mendon që në Iran po fiton ideja e martirizimit se sa e dorëzimit, e? Po, do me thënë, Garda Revolucionare Iraniane është një ushtri ideologjike, e cila u ndërtua nga Khomeini, dhe ideologjia e saj është Mehdiizmi. Do me thënë, iranianët besojnë në betejën e Kerbelas, në martirizimin e Imam Huseinit, dhe në profecitë e tyre iranianët besojnë që në fundin e kohës judejtë do të mblidhen nga gjithë bota në Palestinë dhe do udhëhiqen nga ai që njihet si Dajjalli apo Antikrishti, dhe iranianët besojnë në profecitë e tyre që Irani është Republika e Imam Mehdiut. Në kushtetutën e Iranit, në nenin fes të kushtetutës, thuhet që udhëheqësi i Republikës Islamike të Iranit është një hoxh që duhet të jetë fukaha, do të thënë jurist, dhe ky hoxh duhet ta mbajë pushtetin deri në momentin e shfaqjes së Imam Mehdiut. E që iranianët besojnë që në fundin e kohës Allahu do të zbresi Imam Mehdiun që do ta shliroj botën nga judejnë dhe nga Dejjalli, dhe ata janë ideologjikisht të motivuar. Do të thënë, arsye pse nuk po bie ushtria iraniane në këto momente, sikur ra për shembull ushtria e Bashar al-Assadit në Siri, po sigur ra edhe ushtria shqiptare në 1990, në të njëshin kur u përndrysh komunizmi, është se ndryshe nga ushtria shqiptare e Ramiz Alis në atë kohë, apo e Bashar al-Assadit, iranianët janë shumë të motivuar, dhe ata besojnë në teorinë e martirizimit. Ilës po shikosh këto posterat që bëhen nëpër rrugët e Iranit, se iranianët janë shumë të famshëm në art, shikon postera ku tregohen këta martirët e revolucionit, njerëz sikur Qasem Sulejmani, sikur Imam Ali Khamenei, sikur këta kryetarët e gardës revolucionare, Muhammed Bagheri e tjerë, tregohen sikur ata janë ngritur në qiell dhe kanë takuar Imam Mehdiun dhe kanë shkuar në xhenet dhe në parajs. Dhe një nga posterat më të fundit që është vënë në rrugët e Teheranit, tregohet që Imam Khamenei, plaku Aliu, i ka dorëzuar flamurin e Islamit djalit të tij, Imam Moshtaba Khamenei, se duhet dim që edhe në flamurin iranian, domethënë simboli që është aty në mes flamurit është fjala Allah, dhe ata besojnë se ata janë duke kryer luftën e shenjtë të Islamit, e cila nisi me profetin Muhammed, me Imam Aliun, Hasanin, Huseinin, dhe ata e shohin këtë betejë si një betejë kundër Antikrishtit edhe Jezidit. Olçi, të falenderoj për informacionin i dashur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe për orën e vonë që u bashkove me neve, një falenderim i dytë për këtë. Eyvallah. Ju falenderoj dhe juve që në ndoqët. Pas pak do flasim me Arben Çukon, ekspertin e sigurisë, sepse Irani ka kërcënuar Europën mes tyre dhe Shqipërinë. Pas pak.